Kështu në moshën 17 vjetë. Cili ka qenë ai këngëtar, me qenë se dej 15-16 vjetë, nuk është që ke ngu shumë muzikë, qysh nga të regove, po cili ka u kon ai këngëtari ose këngëtarja që ja ke nisë për herë të parë me dëgju kështu pak më shumë? E tani, kur jam bo për me ngu muzikë, e ku ngu ata që më kanë pëlqy ma shumë, do më thonë më kanë prejkë mu në shpirt. Edhe e kom ndje muzikën e tyne. Njëna për tyne ka qenë edhe Pandora, e kom ngu edhe Pandorën. Po se pak edhe në ngjyrën e zonit, nuk e dija, ka thonë kur që ju në gjasën me Pandorën, a jo? A ke marrë ai koment tillë kështu? Më thojnë kështu adena për TikTok, po unë kam shumë qaf Pandorën, më pëlqen shumë si këngëtare, ka dhe shumë këngëtarë tjere dhe këngëtare që janë tepër talentune dhe me të vërtet e meritojnë për atë që e kanë. Po unë gjithmonë jë mundu mos me kopju kërkon. Jë mundu me kanë vetvetja. Edhe ja ke dalë që besë. Edhe tash të adin njerëzit mujnë me thonë si dykosh, abeden. Amo unë nuk munduna me bo dikon tjetër, sepse atëherë unë s'jam ronita mo.